Në një kohë kur debati për implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve vazhdon të jetë i ndezur në vend, reagime po ngjallin edhe vetë paraqitjet publike të figurave shqiptare. Rasti i fundit lidhet me sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të Kuq në Maqedoninë e Veriut Said Saiti, i cili gjatë ceremonisë së parurimit të objektit të ri të Kryqit të Kuq në Kërçov, pasi foli disa minuta në gjuhën maqedonase, më pas nuk vazhdoj me adresime dhe në gjuhën shqipe, me arsyetimin për të mos marrë më shumë kohë, ndonse koha nuk ishte e kufizuar dhe në mesin e të pranishmive kishte një numër të madh shqiptarësh. Ju falenderit për vëmendjen, besoj se nuk ka nevojë të përsëris atë që fora paraprakisht, besoj se gjuha nuk është pengesë për kërkan për neve, a do flasim maqedonisht ose shqip, me rëndësi është porosia, me rëndësi është mbrendia, me rëndësi është vlera. Mos ma zeni për të madhe edhe për shkak të kohës, me që se na priti mjaft edhe për shkak të momentit, ju falenderit për vëmendjen, na prit të mbara. Vi blagodaram za